Kur u afrua momenti i primet, banorët u mblodhen rreth njëri tjetrit me atë ndjesinë e zakonshme pritjeje dhe tensioni që sjell gjithmonë kamera. Pyetja erdhi natyrshëm, pothuajse si ritual, çfarë doni të thoni në prime? Disa dhanë përgjigje të shkurtra, disa u shmangën me shaka. Kur erdhi radha e Elionës, ajo hezitoi për një çast. Dukej sikur kishte shumë për të thënë, por jo gjithçka donte apo mund ta nxirrte me fjalë. Mori frym thellë dhe foli me zë të qetë, të lutem. Të them diçka, tha fillimisht, më shumë si një kërkesë se sa si përgjigje, banorët u kthyen nga ajo me vëmendje. Eliona uli pak syt, pastaj I ngriti sërish drejt kamerës. Në atë moment, zhurmat përreth u shuan. Nuk po fliste më vetëm për lojën, për debatet apo për ditët brenda shtëpisë. Po fliste si vajzë, si bi, dua t'i them babit që jam ok, vazhdoi ajo, me zë që I dridhej lehtë, por pa u thyer. Mos u mërzit. Fjalët ishin të thjeshta, por mbartnin një peshë të madhe. Ishte një mesazh I pastër, pa filtra, pa strategji. Një siguri e dhënë nga larg, për dikë që ndoshta po e ndiqte me zemër të rënduar. Eliona ngriti dorën dhe bëri shenjën e zemrës drejt kamerës. Një gjest I vogël, por I mbushur me dashuri. Në sytë e saj u shfaqen lot, por ajo buzëqeshi, sikur donte të tregonte se ishte vërtet mirë. Pavarësisht gjithçkaje, banorët përreth heshtën. Disa ulën kokën, disa buzëqeshën me ngrohtësi. Ishte një nga ato momente që të kujton pse, përtej debateve dhe lojës, brenda asaj shtëpie ka njerëz me ndjenja, me familje, me mungesa. Kamera vazhdonte të xhironte, por Eliona nuk po shite më vetëm objektivin. Ajo po shite përtej tij, drejt shtëpisë së saj, drejt babait të saj. Dhe në atë çast, gjithçka tjetër humbi rëndësinë, një mesazh I thjeshtë, jam ok. Ndoshta fjalët më të forta që mund të thuhen në një vend ku emocionet shpesh janë në provë.